jetuar bashkë me 2 fëmijët e mi. Dhe jetesa këtu si për mua dhe si për të gjithë neve është e njëjta dhe njësoj. Unë isha 2 vjeç kur në këtë shesh, në këtë vend u bë protesta e parë për ndryshimet politike. Unë isha 2 vjeç kur Sali Berisha erdhi në pushtet. Djali im sot është 10 vjeç. Sali Berisha do akoma pushtet. Unë isha 10 vjeç kur Edi Rama erdhi në pushtet. Edi Rama akoma sot kërko pushtet pas 28 vitesh. Unë falenderoj çdo njërin prej jush këtu në këtë shesh. Falenderoj edhe ata që dolën 35-36 vite më përpara. Askush nuk e mendonte në këto 35 vite se ne shqiptarët kemi treguar kulturë, kemi treguar qëndrueshmëri, kemi treguar se e duam të drejtën, se e duam lirinë, se e duam pavarësinë, se e duam ligjin. Por çfarë ndos me ne? Ai mendon se është i zgjedhur. Listen to me, you son of a bitch. Dili zgjedhje, dili pastër jashtë pushtetit. Ti e di kush ka votuar ty. Ti e di kush ka votuar qeverinë tënde dhe njerëzit që ti ke zgjedhur. Ti ke vrarë demokracinë, ti ke vrarë lirinë. Ti sillesh ti pronar në këtë shtet, në këtë vend, ti nuk je pronar.